Albin Kurti dhe kabineti qeveritar po pretendojnë se janë të dorëhequr qysh më 23 mars. Atë ditë qeverisi përfundoi mandati 4 vjeçar. Dorëheqjen përmes një letre, Kurti ja konfirmoi edhe kryetarit të deri tani shumë të kuvendit, Glauk Konjufca. Por kjo letër u kontestua nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja. Duke mos e marrë parasysh dorëheqjen, ata votuan kundër verifikimit të mandateve të deputetëve dhe rrjedhimisht pamundsuan konstituimin e kuvendit. Por a mjafton kjo mënyrë dorëheqjes? Disa njohës të kushtetutës besojnë se po, edhe pse thonë se ligji për qeverinë ka gabime dhe bie ndesh me kushtetutën. Nëse ligji nuk funksionon, edhe efektet e ligjit janë shumë, janë shumë të rrezikshme për shoqërinë, atëherë nuk zbatohet ligji. Atëherë zgjidhet praktikat qeveritare. Çka ka ndodhur para rastit këtij rasti, kryeministrat e mëparshme, që kanë vepruar në ku kanë qenë në ushtrisë detyre. Kanë qenë deputet, kanë votuar për deputet dhe kanë qenë në ushtrisë detyre. Ushtrisë detyre nuk është detyrë. Në ligjin për qeverinë, në nenin 26, thuhet se kur antari i një qeverie në detyrë zgjidhet deputet, duhet të jap dorëheqje nga posti i tij qeveritar para ditës së certifikimit të rezultateve. Në gjithë debatin për këtë situatë u përmend si gabim edhe fakti që KQZ-ja i ka certifikuar si deputet Kurtin me ministra. Por a gaboi KQZ-ja këtu? Mazlum Baraliu, që më parë ka udhëhequr këtë institucion, nuk e quan këtë gabim. Sipas tij, ky institucion s'ka kompetencë të kërkojë dorëheqje askujt në qeveri. Se nuk shtuan askund çka për detyrë që thot atyre të cilët kanë kandidua për deputet që duhet heqin dorë nga punë të tyre. Nuk është rregulluar kjo punë dhe nuk është punë e KQZ-s kjo. Çfarë tha Kurti sot? Ai tha se kërkesa e opozitës që ai duhet të jap dorëheqje dhe të mos dalë në zyrë është e pakuptimtë. Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë Sobuti i pamatur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Çka ndodh tutje? Presidentja i ktheu sot përgjigje udhëheqësit të seancës konstituive Avni Deharit që seancën e së martës ta vazhdojnë jo më vonë se brenda 48 orëve nga ndërprerja. Ndërkohë, kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, njoftoi se të njëjtën në orën 10, deputetët e zgjedhur të partisë së tij do të shkojnë në kuvend për ta vazhduar seancën konstituive brenda 48 orëve, siç e parasheh rregulloria e kuvendit.